A mendoni që ka gjëra që ne në jetën tonë, në përditshmërinë tonë shpesh I kalojmë pa I vënë re dhe që në fakt mund të jenë shumë të bukura? Tani është bërë jeta shumë e shpejtë dhe njerëzit turren, masa më tepër turret ndaj gjërave që konsumojnë shpejt. Edhe kur I konsumojnë shpejt, I harxojnë edhe nuk I kanë si gjëra më, pastaj ankohen. Edhe vetë njeriu si qenie është shumë komplekse. Dhe nuk ka shumë pak njerëz që përpiqen të kuptojnë ose të thellohen, të analizojnë diçka të caktuar, qoftë edhe me njerëzit me të afërmit e tyre. Edhe në lidhje me përgjegjësitë që kanë në punë, në shoqëri, kudo. Edhe kjo si fenomen më bën pak pesimiste për jetën, por sigurisht që ka edhe njerëz pak kica që mendohet edhe thellohet për më shumë. Sepse thellimi edhe analiza krijon një bazë, të tjerat pastaj zhduken shpejt. Edhe shpresoj që njerëzit të ndërgjegjësohen, sidomos brezi I ri, edhe pse kanë vënë re që janë shumë të vetëdijshëm, brezi I ri që kalojnë shumë gjëra pa, si thua, pa u vënë re ose pa u përjetuar në thellësitë të tyre, por që nuk veprojnë. Kjo është e keqja. Po pse mendoni që, domethënë, janë të vetëdijshëm po nuk veprojnë? Janë të ndikuar nga presioni I kohës, janë të ndikuar nga presioni I kërkesave të njerëzit, nga presioni I të kërkuarit fakte për të vërtetuar diçka të ndjerë. Ndjesia jo gjithmonë faktohet. Kurse njerëzit përpiqen që gjithmonë në çdo rast që ndodh, faktoje, ma trego. Përndryshe nuk ta quaj që ka ndodhur.